Niveli i ndotjes në liçenin e Kukësit vazhdon të mbetet i lartë dhe situata sa vjen e përkeqësohet. Për një muaj, tonelata mbeturinash lundrojnë e depozitohen në sipërfaqen ujore të liçenit të Kukësit, duke shkaktuar ndotjen më të madhe që nga ndërtimi i hidrocentralit të Fierzës 35 vite më parë. Mbetje plastike, ushqime të skaduara, mbeturina spitalore e materiale të tjera organike lundrojnë përgjatë lumejve Drini Bardh e Drini Zi, duke përshkruar të gjithë qytetet e Kosovës, jugperëndimore me destinacion përfundimtar, liçenin e Kukësit, vetëm pak metra larg qytetit. Për pastrimin e liçenit kërkohen fonde të veçanta, për arsye se ndotja e liçenit vjen që nga Peja, Prizreni, domethënë nga Kosova. Flora dhe fauna liçenore ka degraduar në një masë të konsiderueshme dhe vlerësimet e specialistëve flasin për një gjendje kritike tek speciet ujore. Mbeturinave ushtohet edhe derdhja e kolektorëve të ujrave të bardha e të zeza të Kukësit e shumë fshatrave përreth, duke e rënduar akoma më shumë këtë gjendje.